Një ditë mjaft të rëndësishme, duke marrë parasysh se sot do zhvillohet ndeshja e dytë ndërmjet Islandës dhe Kosovës. Ndeshja që zhvillohet sonte me fillim nga ora 18 në Murcia, në qytetin e Murcias në Spanjë, e ku nga ndeshja e parë kemi një avantazh prej 2-1, duke arritur fitore në ndeshjen e parë deri mosha tonë në stadiumin Vadim Vukri në Prishtinë, ndeshjen që u zhvillua disa ditë më parë. Derisa e gjithë vëmendja pikërisht do t'jetë tek kjo përballje, duke marrë parasysh se do t'jenë në gjendje futbollistët Dardan të sigurojnë kualifikimin në Ligën B të Ligës së Kombeve për edicionin e ardhshëm, që të ishte një rezultat pozitiv, apo më mirë të themi një mbyllje pozitive e atij ciklit negativ që kaluam në Ligën e Kombeve në Ligën C, ku shpresat dhe pritshmëritë ishin që të ishim të parët në grup, apo që përmes Ligës së Kombeve të siguronim edhe kualifikimin në kampionatin evropian. Mirë, po një gjë e tillë nuk ndodhi tashmë. Gjasat janë që të bëhemi pjesë e Ligës B me një fitore sot, apo edhe me një barazim do të kalonim tutje. Kjo për bazë që rezultati i ndeshjes së parë është 2-1 në të mirë të Kosovës. Kam Florianin në studio, Florian, faleminderit shumë për prezencën edhe sot. Përshëndetje, Lori, kënaqësi. Okej. Në pjesën e dytë do ta vazhdojmë të mbesim tek Kosova dhe tek ndeshja Kosovë-Island. Do ta kemi në studio Lavdin Perevën, gazetari nga telegrafi.com, si dhe do të kemi edhe lidhje direkte nga Spanja, atje ku një numër i gazetarëve ka udhëtuar për ta parë nga afër ndeshjen Island-Kosovë, dhe do të marrim edhe informacionet e fundit nga qyteti ku do të zhvillohet ndeshja, indikacionet dhe se çfarë po ndodh te kampi Dardan në Murcia të Spanjës. E kemi parë gjatë ditës së djeshme edhe konferencën për media të frankofonëve së bashku me Vedat Muriqin. Vedati fakt u shpreh optimist se Kosova mund të kalojë në Ligën B të Ligës së Kombeve dhe se jemi gati për ta bërë një kualifikim apo një hap të tillë. Derisa frankofona ishte më i qëndrueshëm në deklaratat e tij dhe qëndroi me këmbë në tokë, tha që ndeshja do të jetë shumë e vështirë për djelmosha tonë. Islanda tregoi edhe në Prishtinë që di të luajë futboll dhe kështu na rrezikoi disa herë portën, e që në fakt në ndeshjen e parë heroi i kombëtarës së Kosovës ishte Aro Murić, ai i cili bëri disa pritje bravoroze në disa raste ku islandezët mund të realizonin gol, e Murić nuk do të jetë sot. Kjo ndoshta do të jetë edhe mungesa më e madhe. Ende po qarkullon informacioni mundshëm, mirë, po ende nuk kemi diçka informacione zyrtare se kush do ta nisë ndeshjen nga fillimi, a do të jetë Amir Shaipi apo do të jetë Visar Bekaj. Këtu pak u pyet edhe më mbrëm nëse nuk ka bëj përzierje si Florian Frankofoda, dhe tha që në stërvitin e fundit së bashku me portierët do ta sheh dhe tanire portierëve dhe do të vendos se cili portier do ta zëvendësoj Aro Murić. Po, Lori, normal që edhe mungesa Aro Murić është shumë e madhe për kombëtarin tonë në këtë ndeshje jetike që do të shënonte një nga sukseset më të mëdha që prej pranimit në UEFA dhe FIFA. Po për fat të mirë, zëvendësuesit e Aro Murić si Saipi si edhe Bekaj po kanë minuta, janë titullar të skuadra ati, si Bekaj te Hatayspor në Superligën turke, po ashtu edhe Saipi ku është me Luganën njëri nga portierët më të vlerësuar në Zvicër. Saipi mendoj që ka përparësi sa i përket vendit titullar dhe mendoj që do të jetë titullar sot, për arsye se po tregon paraqitje shumë të mira edhe me Luganën ku është në pjesën e epërme të tabelës apo lufton për titullin kampion në Zvicër, po ashtu paraqitjet e mira Saipi ka bërë edhe në Ligën e Konferencës me Luganën, aty ku nëse nuk gaboj ka qenë 2 herë në formacionin e javës në fazën e ligës të Ligës së Konferencës. Pra, mendoj që për një nuancë është më favorit për ta zënë atë pozitën titullar, çdo këtu që ka qenë edhe një ndeshje titullar në Lituani ku ishin ndeshur në Kaunas atje si mysafir, ku në grumbullimin e parë mori minutat e para në ku atëherë Aro Murić nuk ishte në gjendje që të startonte nga minuta, por ishte në bankën e rezervë dhe startoi Amir Saipi ku bëri debutimin me Fanillën Dardane. Mendoj që edhe Saipi sot do të jetë titullar, por përveç Aros mungon edhe Donat Rodhoni, mungon edhe Valion Berisha, dy mungesë të kartonave, ndërsa Donati është lënduar në ndeshjen e parë ndaj Islandës ku zëvendësua edhe pas pjesës së parë.
pritet shumë që edhe në vend të Berishës të startoj Vesel Demoko ardhja re në këtë Veseli në fakt që u inkuadrua në pjesën e dytë në takimin e parë që Kosova zhvilloi ndaj Islandës dhe dha sinjale pozitive, pra që minuta sa ishte u angazhua po. Edhe duke marrë parasysh, ndoshta mund të jetë edhe Lindon Emërlloi, i cili ka pak më shumë përvojë le të themi në kombëtarën Dardane, ku i ka tash me disa kohë është bërë tani një i grumbulluar i rregullt që nga ardha Frankofodës është ka qenë pjesë e çdo grumbullimi, por edhe te Klushi është në pjesën e adaptimit që ende nuk po ka minuta shumë, apo nuk e ka vendin e startuesit. Në fakt, kush mendon që mund ta zëvendësoj pikërisht, a do të jetë ndoshta më mirë që Demoku tynde apo ti tash të themi mendimin ton sa përket formës dhe minutazheve që në fakt po kalojnë. Sa i përket minutazhës në klube që i kanë, mendoj që Demoku duhet jetë startues për arsye se edhe pse Altau skuadra ku luan në Austri është në vendin e fundit në Bundesligën austriake, nëse shohim performancat individuale të Demokut ka qenë një nga lojtarët më të vlerësuar të skuadrës së Altaut individualisht, ndërsa Emërlloi përkundër faktit që ndoshta Foda e njeh më shumë se Demokun për arsye që e ka pasur, siç e thash, që nga ardha e tij ka qenë i grumbulluar i rregullt te kombëtarja e Kosovës, mund ta njeh më mirë si lojtar, por Emërlloi ende nuk i ka të minutat e skuadra Klushit, ku siç e thej ka është në fazën e adaptimit dhe edhe pse ka luajtur në çdo lojë te Klushi nuk ka qenë pjesë kryesore e mesfushës së Klushit, duke marrë parasysh se është inkuadruar në lojë minuta 60-70, ndoshta e ka luajtur pjesën e dytë komplet, por ende është në atë fazën e adaptimit dhe ndoshta nëse shikojmë formën i jap përparësi Demokut në këtë aspekt, por duke marrë parasysh në atë se sa i njeh Foda lojtarët më shumë, mendoj që e njeh edhe Emërlloi. Normalisht që Foda ka punuar shumë kohë në futbollin austriak, e din mentalitetin, ka qenë edhe trajneri i Sturm Grazit, ka qenë po ashtu trajneri dhe i kombëtarës së Austrisë, ku ishin kualifikuar edhe në Evropiadë dhe për pak nuk arritën kualifikimin e botërore një. Edhe shumë lojtarë, siç është edhe Demoku që luan, është famësuar si futbollist edhe në Austri dhe luan tash sa sezone në Bundesligën austriake, mendoj që në këtë aspekt përparësi Demoku që do të startoj. Dardanët me një reagim, sot le të ketë fest, Kosova le të brorasin zemrat tona, për atë dhejun që i kemi përmbi gjithçka, një popull i tërë, sot shemë sy nga ju me emocion dhe padurim, një popull i tërë pret një gëzim të munguar, forca bit e vendit. Është ky një reagim që në prag të ndeshjes Island-Kosovë, nga Dardanët të cilët i kanë qëndruar afër Kosovës edhe në ndeshjen e kaluar, duke e përkrahur kombëtarët, më na kanë përkrahur në çdo rast, edhe në momentet më të pjashtë, edhe në momentet më të vështira. Ajo banerola atyre që kishin shfaqur në fillim të ndeshjes të Islandës u bë buj shumë e madhe për të edhe në mediat në Shqipëri, që sa kam mujt me është kritikuar shumë kjo banderole Dardanëve, ku ishte si mesazh i Etnik Brutit, ashtu cilësoa si mesazh të Etnik Brutit dhe bëri mesazh i Etnik Brutit, po edhe mesazhi kundër Federatës Shqiptare të Futbollit, por ndoshta për mënyrën se si po i merr lojtarët apo çfarë do të jetë, por e që u kritiku shumë në Shqipëri nga studiot e ndryshme televizive, po ashtu edhe nga mediat e shkruara që nuk e kanë prit shumë mirë. Ndoshta nuk është edhe ju ka pëlqyer atyre ky mesazh, e që Dardanët kanë drejtën e tyre që ta bëjnë nizet e tillë. Po normalisht se kur po vjen puna te lojtarët, shkëmbimi i lojtarëve pe lidhur me njëherë me patriotizëm, i kanë pa me një gjithë analistët në Shqipëri, gazetarët në Shqipëri që të lidhen me patriotizëm, por kur vjen puna e organizimit me Serbinë, kërkush nuk e bën si patriotizëm, e merr si në aspektin sportiv për të mirën e futbollit, që kjo është e pakuptueshme, atë çfarë nuk mund ta kuptoj te fakt opinioni sportiv në Shqipëri. Ka reagime do të ketë edhe në termën e reagime se përket këtyre çështjeve, sidomos këtij problemit për futbollistët dhe vendimit apo marrëveshjes që Federata e Futbollit Shqiptare do ta organizojë turneun apo kampionatin evropian për grupushat U20 në vitin 2027, e që të ngjallin vazhdimisht të ngjallin reagime. Gjyqtarët nga UEFA për të drejtuar ndeshjen e sotme të nderuar zgjidhjen mes Islandës dhe Kosovës do të jetë treshja, kryesisht janë spanjoll. Gjyqtari kryesor është Gil Manzano, edhe spanjoll, derisa do të asistohet nga Diego Barbero dhe Angelo Nevado.
Në fakt, Gilman Zano është një nga referët e vlerësuar mirë dhe Më ne emër në Spanjë, po në futbollin ka përvojë në futbollin spanjoll. Edhe në garat ndërkombëtare, po ashtu domethënë është një gjyqtar me autoritet. Në sidomos në futbollin spanjoll ku delegohen edhe në shumë ndeshje derbi, ndoshta ndeshje që janë derbit javës në La Liga, kemi parë shpesh që është deleguar si gjyqtar kryesor, po ashtu edhe në ndeshje ndërkombëtare të Ligës së Kampionëve ashtu edhe të Europa Ligës. Shpresojmë që të mos ketë ato vendime diskutabile apo që në disfavor të Kosovës. Po në Kosovë marrëdhënie? Po se i pam edhe disa në stadiumin e Mursi aty edhe emri i Kosovës ishte i shënuar me fusnot në ato banderola që dalin në ekranin që del në fillim të ndeshjes aty ku tregohet rezultati kryesor, në emri i Kosovës ishte i shënuar me fusnot dhe në flamujt ku vendosen aty pranë UEFA-s dhe janë dy flamujt e shteteve që do të luajnë, do të ndeshin me njëri tjetrën, edhe aty nuk u shfaq flamuri i Kosovës vetëm i Islandës, edhe pse Islanda është Federata e Islandës, është organizatore e ndeshjes, por mendoj që edhe këtu A ka pas ndonjë reagim se për këtë çështje nga Federata e Futbollit? Jo, nuk ka pas reagim, po vetëm në disa video dhe nga kolegët tonë që janë të pranishëm aty, kemi pa që emri i Kosovës ka qenë i shënuar me fusnot, po ashtu edhe do të është vendosur më vonë, për në fillim të seancës stërvitore kur të Kosovës nuk ka qenë i pranishëm flamuri i Kosovës në pjesën e lartë të stadiumit ku është i vendosur, janë të vendosur dy flamuj dhe flamuri i UEFA-s. Okej. Kështu e kam një plan vetëm në moment që nëse a kemi pamje të stërvitjes Florian? Apo nuk i kemi të gatshme, apo? Nuk i kemi të gatshme për momentin, po Okej, veç një moment tash që është një mirë, po nuk është që është duke u vërejtur atë shumë është flamuri i Kosovës apo jo. Në fakt, ndeshjen e organizon Federata Islandeze, pse edhe pse ka vendosur në Spanjë, për shkak që ashtu më edhe çudi se normalisht ato drejtat i ka Federata Islandeze për ta organizuar ndeshjen, por nuk mendoj se nuk e kuptoj pse. Kanë vendosur që nëse është Federata Spanjolle nuk do të lejojë, nuk do të duhet në fakt që ta bënte një gjë të tillë. Edhe pse Spanja neve nuk na njeh si shtet për arsyet politike të tyre të cilat i kemi diskutuar tash në një kohë të gjatë. Po du mi komentu pak edhe deklaratat e Franco Fodes në konferencën për media, ku ka theksuar se ekipi duhet të jetë i përqendruar gjatë gjithë ndeshjes dhe të tregohet i disiplinuar taktikisht, veçanërisht në momentin që Islanda sipas Fodes ka posedimin e topit, ka topin në brendësi. Gjasat përfitore, siç e kam thënë edhe më herët, do të jetë një përballje ku gjasat janë 50-50. Kjo dëshmua edhe në ndeshjen e parë, e cila ishte goxha e përafërt, ku edhe Islanda kishte mundësi të shënonte në disa situata, por edhe ne kishim mundësi të mira për të shënuar për 3-1. Mënyra se si do të luajmë është se Islanda është skuadër që ka futbollistë që ka potencialisht të mirë, sidomos në aspektin ofanziv. Do të jetë shumë e rëndësishme për ne si do të luajmë kundër Islandës në momentin që ata kanë posedimin e topit. Mënyra se si do të reagojmë dhe energjia që do të kemi për të luftuar, për të rifituar topin, mund të jetë edhe vendimtare, ka thënë Foda për epilogun e ndeshjes. Ai ka folur edhe për mungesat që do të ketë, që i përmendë edhe Floriani, që do të jenë Aranet Muric, me sushur Donat Rudhani dhe Valon Berisha. Derisa Vedat Muriqi ka thënë që arma jonë më e fortë është shpirti luftarak që e kemi, dhe se përket lëndimeve të lojtarëve, ne edhe në shumë ndeshje tjera kemi luajtur me mungesa, pa Mirin, pa Milotin, apo edhe pa vetë Muriqin, kështu që ekipi edhe pa ta, sipas Vedat Muriqit, ka treguar lojra të mira dhe sipas Muriqit njëjtë pritet të jetë edhe në okej, është pikërisht Ejub Lumnica i cili e paska publiku këtë në balkoni pikërisht. Nëse mundet regjia me në shfaqe dhe ndalje këto dy pamjet që ndodhen gjatë ku është edhe këto Island Kosovo, okej. Me fusnot. Okej, Islanda Kosovo. Nëse kemi edhe videon tjetër regjia
për pak do ta kemi edhe videon tjetër. Edhe pse nuk ka asnjë reagim nga zyrtarët e Federatës Futbollit apo diçka tjetër, se përket kësaj çështje, fakti është pak e çuditshme. Ja këtu duket edhe si organizatorin ndeshjes apo duke biseduar ndoshta me menaxherin dhe drejtorin e kombëtarës Muharrem Saitin që do provoj që ta kem Samir Ujkanin pikërisht pas ka qenë në aty ofër. Dhe në fakt do të ishte mirë që do provoj gjatë tërë emisionit që ta kem dikë nga Federata e Futbollit të Kosovës, se e përket kësaj çështje. Pikërisht ky reagimi pas ka ndodhur dhe Florian pas ka qenë Shtati Federatës pas kanë reagu pikërisht për këtë incident. Po, s'kemi pa dhe reagim publik ndoshta nga Federata e Futbollit të Kosovës se kjo është një skandal vete, domethënë mos më tu shfaq ty as flamurin para ndeshjes zyrtare dhe më dal emri i shtetit ton, më dal tu me fusnot siç ka dalë në këtë, është një skandal vete dhe mendoj që është nevoja për reagim publik. Kemi pa shumë reagime edhe që janë bë kundër nesh edhe nga shteti fqin edhe nga Spanja vet, kur kemi pasur ndeshje zyrtare ku fillimi shtu raportua që nuk do të këndoj himni, nuk do të intonoj himni i Kosovës apo gjëra tjera, dhe mendoj se shto këto faktin se organizatori i ndeshjes është Federata Islandeze, domethënë është e pa kuptim sepse se do të më u përzjedhë politika edhe në këtë aspekt. Në fakt shumë e çuditshme. Kanë qenë me siguri autoritetet spanjolle ato që kanë vendosur një gjë të tillë. Kështu i bie në fakt. Ja është aty po shihet Bajram Shala, menaxheri i kombëtarës. Është Muharrem Saiti, drejtori i kombëtarës, si dhe zëvendës drejtori Samir Ujkani, ish gardiani i portës. Duket që Bajram Shala kategorikisht është duke e refuzuar një paraqitje të tillë të simboleve të Kosovës si dhe të flamurit që nuk është vendosur në... Kjo ka qenë në momentin kur Kosova ka nisur seancën servitore të fundit para ndeshjes. Ja fusnota këtu shihet fusnota. Ja këtu edhe video tjetër ku nuk shfaqet flamuri fare i Kosovës, domethënë është FIFA, UEFA, flamuri i Ligës së Kombeve dhe nuk është askund flamuri i Kosovës, domethënë kjo është një skandal. Shto këtu s'është ndeshje zyrtare, domethënë është një rëndësie shumë të lartë. Padyshim është me të vërtetë është skandal kjo çështje dhe në fakt do duhet që kishte ndonjë reagim zyrtar nga drejtuesit. Po mundohem ta kem dikë nga Federata e Futbollit të nderuar shikues, nuk e di se a janë në gjendje për shkak që jemi vetëm 3 orë para fillimit të ndeshjes dhe është pak vështirë që qenë kohë për shkak të atyre mbledhjeve apo atyre takimeve që zyrtarët e Federatës përfshirë këtu drejtorin, drejtorin dhe menaxherin kanë me ekipën para se të nisë. Pra ndeshja luhet me fillim nga ora 18. Një numër shumë i vogël i tifozëve nga Kosova kanë udhëtuar për në Spanjë, derisa edhe islandezët nuk do të jenë në numër aq të madh për shkak që rreth 14.000 tifozë islandez dhe duket që stadiumi nuk do të jetë i mbushur plotësisht për shkak që kishte një kapacitet 31.000 shikuesve, kështu që nuk besoj që do të ketë interesim të madh nga tifozët spanjoll që gjenden në Murcia të shikojnë këtë takim nga afër. Jo, nuk e besoj se ndoshta për ta një ndeshje një rëndësie të madhe, do të jetë një avantazh i madh për Kosovën ky fakti që nuk e ka presionin e terrenit në safer për arsye se
nuk është që vjen shumë 1400 tifoz në raport me një stadium që i ka 31.000 tifoz. Kjo mendoj që do të jetë avantazh për Kosovën. Ai mos presioni që do ta ketë nga tifozët vendas. Sa i përket ndeshjes, është ndryshime pritet të ketë edhe në sulm, që thashtu që nuk e përmendëm, ku edhe me ledimin e Donat Rodhani që ishte startues në fazën e sulmit, pritet që Rashica të portit në krahun e djathtë aty ku luan edhe te Beshiktashi në pozitën e tij natyrale, po ashtu dhe pozitën e mesfushorit ofanziv aty prapa sulmuesit, pritet ta Clarent Muslija, i cili duket jetë i gatshëm për këtë ballafaqim. Nuk ishte minuta në Fadil Vokri, por sonte pritet që të nisë nga minuta e parë. Okej, cila një parashikim para se ta mbyllim pjesën e parë? Fitojmë prapë 2-1. Fitojmë prapë 2-1. Okej, po shpresojmë që të arrijmë një fitore dhe të kualifikohemi në ligën B. Do të jetë mjaft interesante ta shohim ndeshjen të nderuar shikues, dhe ta shohim se si e ka përgatitur Franco Foda pikërisht për ballën e dytë ndaj Islandës së Veriut. Falenderoj shumë për këtë pjesë të parë. Është natësi gjithmonë me bashkëbisedu me ty për aspektin sportiv, edhe pse ka shumë gjëra të cilat ne nuk po i përmendim, siç janë edhe basketbolli, e që në fakt sot do të jetë një ndeshje derbi ndërmjet Zgar Prishtinës dhe Trepçës që zhvillohet në Pallatin e Rizë dhe Sporteve me fillim ora 20, mirë po për shkak të kohës dhe për shkak të rëndësisë së madhe që ndeshja Island-Kosovë ka, padyshim që gjithë vëmendja do të jetë aty dhe do të jemi për krah dilmoshave tonë edhe me këtë edicion, mirë po me fillim ora 22:10 me një panel fantastik do të analizojmë pikërisht ndeshjen dhe besoj që do të kemi çfarë të flasim pas ndeshjes Island-Kosovë, ku shpresojmë që të jemi në gjendje të analizojmë pikërisht fitoren dhe kualifikimin e kombëtarëve të Kosovës në Ligën B. Po ndami për pak minuta të nderuar shikues, shkojmë me disa pamje regjia dhe rikthehemi me mysafirin në studio dhe do të realizojmë një herë edhe lidhjen direkte me Eyüp Lumnicën, kolegun ton gazetar, i cili është në Spanjë, ka udhëtuar për në Spanjë dhe do të marrim pikërisht lojmet e fundit dhe atë se çfarë po ndodhet, çfarë realisht ka ndodhur edhe me incidentin ku Kosova është paraqitur me fusnot, emri i shtetit të pavarësuar Kosovës, Republikës së Kosovës, dhe kësaj fakt që nga viti 2008 dhe